Mirëmbrëma dhe mirë se vini në restorin, do të flasim sot për këtë arratisje spektakolare, bërë pikërisht ditën kur policët po festonin, ndoshta edhe kjo jo rasti. Altin Doçi, pra, një person i cili ndoshta nuk është në nivelin e Dritan Dajtit apo Emilian Shullazit, po sigurisht është e njëjta kategori rrezikshmërie. Befas është arratisur ndërsa mjekoi në spitalin e Durrësit. Duhet ishte në gjendje shëndetësore, po ka qenë kaq shumë formë sa që është arratisur me vrap duke rrahur rrugës edhe ndonjë policë. Për të folur për këtë ngjarje, me mua sonte në program janë Ervin Karamuçi, mirëmbrëma Ervin. Është Gjergj Nikoli, avokat dhe ekspert sigurie, mirëmbrëma Gjergj. Faik Basha, gjithashtu ekspert sigurie, dhe kolega ime Etleva Delia, autore e emisionit Gjërat Tona. Po para se të flas me të ftuarit e mi, le të ndjekim pak kronikën e kësaj ngjarje, që sigurisht ka tronditur Durrësin, por edhe e themi natyrisht edhe autoritetet ligjzbatuese, policinë, e cila sot ka marrë një dhuratë jo të këndshme për ditëlindje. Një vizitë mjekësore nga qelia për në spitalin e Durrësit i shërbeut të paraburgostrurit Altin Doçi për të përshpejtuar lirimin e tij. Në këtë fotografi, Altin Doçi i veshur me rroba të zeza shihet teksa vrapon për t'u larguar nga spitali i Durrësit. 5 efektiv të burgjeve shoqëruan në spital në katin e 3 në repartin infektiv, aty ku ndodhet dhe zona e veçantë e sigurisë për të paraburgosturit. Duket një arratisje e mirë organizuar, pasi Doçi, duke dhunuar efektivet e sigurisë që shoqëruan në spital, zbret përmes shkallëve duke hipur më pas në një automjet Audi A7 që e priste jashtë rrethimit të spitalit. Sipas grupit të hetimit, ngjarja ka ndodhur teksa Drejtoria Vendore e Policisë së Durrësit kremtonte 113 vjetorin e krijimit dhe thuajse të gjithë uniformat blu ndodheshin në ceremoni. Dhe në një rrugë pa prezencë të shtuar policore, arratisja e Altin Doçit u bë edhe më e lehtë. ABC News ka mësuar dhe itinerarin që bashkëpunëtorët e Altin Doçit ndoqën menjëherë sapo ky i fundit hipën në makinë. 50 metra në rrugën kryesore Aleksandër Goga ndodhet Drejtoria e Policisë së Durrësit, por bashkëpunëtorët e Doçit kanë ecur majtas nga spitalla. Kanë dalë në Porto Romano e më pas janë futur në unazën e Shkozetit për të dalë tek plepat e për të marrë drejtimin drejt Kavajës. Në një reagim zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve tha se forcat e policisë ndërhyn për ndalimin e tij, por pa rezultat. Shkallët e spitalit u kthyen në skenë krimi pasi njëri prej efektivëve shoqërues qëlloi në ajër me armë zjarri. Në kuadër të hetimeve që vjojnë për këtë ngjarje, forcat operacionale të burgjeve të Tiranës ndodhen në burgun e Durrësit për kontrolle dhe verifikime në qelinë e Altin Doçit. Arratisja e këtij fundit solli edhe shkarkimin e gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit, të policisë vendore dhe stafit mjekësor.